Shndriti ishte një nga banorët që u dërgua nga shtëpia e famshme në gjysmëfinalen e këtij edicionit, por opinionisti Arjan Konomi ka analizuar lojën e ish banorit duke shprehur se ai ka qenë tepër besnik ndaj Selinës, por dinak në raportin mes Mateos dhe Brikenës. Opinionisti u shpreh se Shndriti ka dashur të fusë pakënaqësi në raportin e çiftit duke dhënë kështu avantazh Selinës në lojë. Ka diçka që është e vështirë ndoshta të ta shpjegosh. Jam dakord me ty që ishe me fat dhe vajte deri në këtë pikë të lojës, saqë për një moment menduam se edhe të kishin harruar aty brenda, por për te aftësisë tënde për të argumentuar dhe shpjeguar, për te logjikës tënde dhe mençurisë për të lidhur situatat dhe për të argumentuar problematika të ndryshme, të komplimentoj dhe të përgëzoj për këtë përgatitje që ti ke. Por sa i përket aspektit tjetër miqësor të lojës, me këtë që po thoya për Selin nuk e di sa dua të besoj. Nëse do të besoj që ti ke qenë kaq i vërtet për Selin dhe me Selin ti ke qenë, por a është Shndriti një njeri besnik apo është pak më dinak, këtë dua të them. Kur një njeri është besnik të gjitha llojet e miqësive, edhe ndaj një personi që nuk e ka mik, një personi që del pa pritmas. Ti ke qenë shumë besnik me Selinën, por nuk ke qenë kaq besnik me Mateon. Përkundrazi, mendoj se ke qenë shumë dinak. Më ka lënë përshtypjen që ke dashur të ndikosh tek Mateo duke bërë një farë mënyre të butë, që nuk e linte Mateon të dyshonte që ta shkëpusi dhe që të bëhet të qartë që Brikena nuk bënte për të. Nuk e dashur t'i ndash, por ke ndikuar në këtë aspekt te Mateo për ta shkëputur nga Brikena ose për të krijuar pakënaqësi. Ishin fjalët e Arjan Konomit që u mohuan kategorikisht nga Shndriti. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.